Rreth 2500 fidan janë duke u mbjellë në afërsi të pyllit të Poloskës në Devol në zonën e Dëmbravës. Kjo është një iniciativë ndërmarrë nga Drejtoria e Pyjeve dhe Mjedisit në këtë bashki në kuadër të vitit të pyjeve, me qëllim ripyllëzimin e kësaj zone, e cila ndër vite është dëmtuar nga prerjet e paligjshme duke humbur funksionin e saj edhe në shërbim të turizmit. Neve sot jemi në ekonominë pyjore të përparim Majdardh. Jemi duke mbjellur rreth 2500 fidan si një iniciativë e marrë nga Drejtoria e Pyjeve dhe Mjedisit në Bashkinë Devol, bashkë edhe me disa kontribute të disa operatorëve që janë këtu në bashkinë tonë që operojnë në fondin pyjor. Që prej vitit 2022 në territorin e Bashkisë Devol, kryesisht në ekonominë pyjore përparim Majdardh, por edhe në shkolla dhe institucione të ndryshme, janë mbjellë rreth 10.000 fidan. Ishte një nismë më tepër për t'i dhënë një çik rëndësi dhe sensibilizimit të brezave të rinj, të pjesës së institucioneve, në shkolla, në komunitetet fetare. Kështu që disa pemë kryesisht dekorative u mbollën dhe në këto institucione nga vetë të rinjt apo nga vetë përfaqësuesit e atyre institucioneve për t'i mshuar më tepër pjesës së sensibilizimit që të mbjellin pemë, mos i dëmtojmë ato apo edhe për t'i dhënë një rëndësi më tepër që në fund të ditës pyjet edhe pemët janë vetjeta. E gjithë zona e Dëmbravës në afërsi të pyllit të Poloskës është mjaft e frekuentuar nga qytetarët e Devolit, por edhe nga turistët, duke shërbyer si një vend pushimi apo pikniku, ku ata kalojnë disa orë larg zhurmave dhe ngarkesave të jetës së përditshme.